Rritja e numrit të turistëve veçanërisht në zonat bregdetare ka shtuar ndjeshëm kërkesën për automjete me qira. Sipas të dhënave të Instat, në vend janë regjistruar rreth 1450 automjete të destinuara për këtë aktivitet, ndërsa rreth 30% e tyre janë motomjete për biznes. Në treg ofrohen automjete të kategorive të ndryshme, duke nisur nga makinat ekonomike deri tek ato luksoze. Në Durrës, si nga destinacionet kryesore turistike të vendit, aktiviteti arrit kulmin gjatë verës. Operatorët e tregut thonë se në këtë periudhë popullsia e qytetit trefishohet apo dhe katërfishohet, duke sjellë një rritje të ndjeshme të kërkesës për makina me qira. Makina me qira në Shqipëri është një biznes shumë i frekuentueshëm në vitet e fundit. Pasi ashtu shumë sepse sezoni turistik ka një rritje dhe një zhvillim shumë të madh, sidomos në qytetin e Durrësit, ku kërkesat për makina me qira janë të shumta. Periudat më të veçanta janë sezoni turistik, siç është nga qershori tash deri në fund shtatori ose dhjetori që janë sezone shumë sezonal. Gjatë muajit të dimrit janë qenë vetëm në për festa, që janë festat tradicionale të Shqipërisë, që nëntori, dhjetori. Ky sektor ka njohur zgjerim të vazhdueshëm në vitet e fundit. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, përveç rritjes së numrit të automjeteve dhe klientëve, aktiviteti mbetet në më të fitimprurësit, i favorizuar nga zhvillimi i turizmit dhe fluksi në rritje i vizitorëve vendës dhe të huaj.